Çdo femër mund të ketë trajtimin e duhur mjekësor, madje duke i dhënë mundësinë edhe të bëhet nën, në rastet kur ajo nuk ka mundur në mënyrë natyrale. Qendra e gruas dhe fertilitetit në Spitalin Amerikan është vetmja në rajon që trajton çdo problem të shëndetit të gruas me një ekip të vetëm. Duke bashkuar në një ekip mjek ginekolog turq dhe shqiptar, ata bëjnë të mundur sjelljen në jetë të fëmijëve të shëndetshëm edhe në çiftet që i kanë humbur shpresat. Para 2 vjetësh ka qenë shumë e vështirë që në Shqipëri të gjejë një shërbim të tillë, ndërkohë tani kjo është e mundur në Spitalin Amerikan. Vetëm në muajt e fundit ju kemi shërbyer më shumë se 100 çifteve dhe kemi rezultate shumë të mira. Përqindja e shtatzanive që kalojnë 9 mujorin pas fertilizimit in vitro është rreth 80%. Për grup moshën mbi 30 vjeç, përqindja e suksesit është 62%, gjë që është ndër më të lartat në botë. Për grup moshën mbi 40 vjeç të pacientëve femra, përqindja e suksesit është mbi 46% dhe kjo është ndër më të lartat në Europë. Laboratori vetëm për fertilizimin in vitro, si dhe trajtimi me kujdesi çdo çifti që kërkon të sjellë në jetë një fëmijë nëpërmjet in vitros, janë primare në punën e ekipit të drejtuar nga Dr. Hakan. Para transfertës së embrioneve në mitër ne jemi në gjendje të bëjmë edhe PGD, gjë që nuk bëhet në vend tjetër në Shqipëri. Përmes saj ne jemi në gjendje të gjejmë përbërjen gjenetike të embrionit, madje edhe seksin e tij. Kjo është shumë e rëndësishme pasi ne mund të shmangim përçimin e sëmundjeve gjenetike. Ky ekip i specializuar i mbështetur dhe nga aparaturat e fjalës së fundit të vendosura në ambientet e Spitalit Amerikan e konsideron veten unik në rajon. Dhe kjo për faktin se aty trajtohen një sër sëmundjesh tek femrat. Ne nuk punojmë vetëm në fushën e infertilitetit, por në të gjitha fushat e tjera të ginekologjisë, edhe në kancerin ginekologjik, po ashtu edhe problemet të menopauzës, në çrregullimet metabolike të insulinorezistencës e të tjerë. Është shumë e vështirë ti përmbledhësh të gjitha këto aspekte në një ekip të vetëm, prandaj ne quajmë veten unik në këtë drejtim. Duke ju referuar fakteve të dhëna nga Spitali Amerikan, gjatë 2 viteve të fundit, kapja në kohë e kancerit të qafës së mitrës nëpërmjet pap testit ka çuar në shërimin e 20 pacientëve.